Kampionet e flamurtarit nuk ndalen. Skuadra vlonjate në basketbol për femra shënon një fitore tjetër të rëndësishme ndaj Prishtinës për ligën unike me një avantazh prej 17 pikësh. Ishte një ndeshje luftuar deri në fund, ndërsa rezultati ishte shumë i rëndësishëm për ecurinë e flamurtarit në këtë kompeticion, po ashtu të rëndësishëm. Pamjet që po ndishtin në ekran janë filmuar nga televizioni 6+1 Vlora dhe sillin momente nga ndeshja e vlefshme për ligën unike në basketbol për femra mes flamurtarit dhe Prishtinës. Vlen të theksohet se një paraqitje pozitive në këtë ndeshje kanë bërë edhe vajzat e reja. 22-14 përfundoi periudha e parë, e dyta 24, e treta 14-13 dhe periudha e katërt 16-24. Krejt shifrat e këtij takimi të vlefshme për ligën unike u mbyllën me rezultatin 72-55. Pas ndeshjes, drejtuesja e klubit shumë sportësh flamurtari Elona Asanaj u shpreh tepër emocionuar, por edhe e kënaqur në lidhje me këtë rezultat pozitiv në ndeshjen e dytë që fitohet në ligën unike, një kompeticion ky shumë i rëndësishëm, së bashku edhe me kampionatin kombëtar. Ndeshja e tretë e ligës unike me Prishtinën, një ndeshje të themi shumë e mirë për ne, duke menduar që përballë kishim Prishtinën, një ekip i mirë, jo shumë i mirë si Tirana, si Peja, si Bashkimi. Ndeshje të vështirë, kemi ditën e mërkur, që kemi me Bashkimin, një tjetër rival shumë i fort, i ligës unike, dhe kemi ditën e mërkur në orën 6 ndeshje, u bë një thirrje të gjithë tifozave. Duhet të vinë më shumë se sa po vinë këto ndeshje. Dua të mbushet ky pallat sporti, u bëj thirrje edhe një herë të vinë të mbështesin ekipin e basketbollit. Edhe për basketbollistët, kjo fitore ishte me mjaft vlera dhe shumë e rëndësishme për të vijuar më tej rrugëtimin drejt ligës unike. Po ishte një ndeshje shumë e mirë, më së merituar nga ana jonë dhe patjetër aktivizuan edhe gocat e reja të gjitha, ishte ndeshje shumë e mirë për të gjitha ne. Ndërkaq të dielën në orën 15:30 në pallatin e sportit flamurtari rikthehet kampionati, ku flamurtari do të presë ekipin e Studentit për të arritur këtu edhe një rezultat tjetër pozitiv. Ndërsa kampionati dhe liga unike janë dy kompeticione të rëndësishme për të cilat vajzat vlonjate janë të përgatitura për të dhënë maksimumin e tyre.